Për herë të dytë, brenda kalendarit liturgjik Shën Joan Theologun, sepse siç dihet, festa e tij e parë festohet në muajin shtator, dhe atëherë do të jetë edhe festa në mënyrë zyrtare e kishës sonë për emrin e kryebariut dhe atit ton të dashur kryepiskopit Joan. Por dhe në këtë ditë që festohen përsëri ky shenjtor, doja të sjellja në vëmendjen tuaj se dashuria e Perëndisë, dashuria e Krishtit i preku dhe i transformoi nxënësit e tij. Dhe në të njëjtën mënyrë, ungjilli i tij në mënyrë diakronike, në çdo kohë do të themi që ka të njëjtin efekt, aty ku prek, transformon, ndryshon dhe shenjtëron. Dhe një dëshmi e tillë është edhe jeta e kryebariut ton, të cilin kontakti me ungjillin e ndryshoi dhe zemra e tij u bë e pastër dhe e priti ashtu siç themi dashurinë e Perëndisë për ta ndryshuar atë. Në këtë ditë të bekuar, unë do doja që t'ju uronim atij vite të shumta, ditë të gjata për të mirën e kishës sonë dhe për lavditë të Perëndisë, dhe do doja të riqa vëmendjen time dhe tuajën të gjithëve që në këtë kryq të madh, në këtë vështirësi të madhe dhe në këtë sakrificë që ai ka marrë përsipër për të drejtuar kishën tonë ortodokse autoqefale të Shqipërisë në këtë rrugëtim të ri, të gjithë të bëhemi bashkëpunëtor të tij dhe bashkëmbajtës të këtij kryqi dhe të kësaj peshe kaq të madhe. Pra bashkëpunëtor dhe jo spektator, siç thoshte edhe kryepiskopi i ndjer Anastas. Kam nevojë për bashkëpunëtor, jo për spektator. Kështu edhe ne jemi të vëmendshëm dhe ky bashkëpunim fillon nga porosia e Shën Pavlit që na thot bindjuni krerëve tuaj, sepse në qoftë se ju bindeni dhe i dëgjoni ata do të japin llogari për ju, dhe në qoftë se e bëni këtë, ata do ta bëjnë këtë me gëzim. Pra duke nderuar, duke e dëgjuar, duke e bindur dhe duke bashkëpunuar me të, dhe me këtë premtim le t'i urojmë të gjithë së bashku sot për shumë vjet o kryezot. Falendëruar Hirsi Anastasin për fjalët e ngrohta që tha, edhe për korin që këndoi aq bukur, do doja ta mbyllnim këtë me një episod shumë të shkurtër nga jeta e Shën Joan Theologut. Ju dini nga jeta e tij që jetoi shumë gjatë, rreth 100 vjet. E vitet e fundit filloi mos fliste shumë gjëra,
po ju thonte vetëm doni njëri tjetrin. Ju mund ta merrni me mend, doni njëri tjetrin një ditë, një javë, një vit, 2 vjet, vetëm këto fjalë. Dhe një nga nxënësit e tij i thotë: "Mësues, ti ke qëndruar pranë Zotit. Zoti ka zbuluar mistere që askush tjetër nuk i ka parë. Pse na thua vetëm këtë fjalë dhe nuk na mëson gjëra tjera?" E shenjti u përgjigje i tha: "Bëni këtë dhe është mjaft." E kjo fjalë është edhe për ne sot. Le të bëjmë këtë edhe kemi bërë mjaftueshëm për vendin tonë, për kishën tonë edhe për Perëndin. Ju uroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet.